sepse ata janë gati dhe po na presin. Shkojmë tek arena jashtme? Po. Hajde! Fermen! A sa më pëlqen entuziazmi? Me pjesëmarrjen e tifozave më të veçantë. Albano. Ta shpjegojmë sfidën shpejt e shpejt. Shpejt na e shpjego. Është një sfidë shpejtësie, por dhe teamworku, duhet punojnë në grup, të ruaj njëri tjetrin. Atëherë, ta shpjegoj shpejt e shpejt, lojtarëve ja kam shpjeguar. Ku i ke ata të katër që të ndjekin? Ja ku i kam të katërt, ja u shpjegova gjatë kohës që nuk ishim këtu dhe kanë mëse të qartë nëse. Keni qartë, Tani po shpjegoj për publikun. Këta duhet të vinë këtu, të mbajnë nga litarët, deri në momentin që vinë te kjo pjesa këtu ku ka çelca. Këtu janë 3 çelca. Afro të lutem, janë 3 çelca. Vetëm njëri çelc punon për të hapur këto kyçat këtu. Kështu që duhet gjetur i duhuri. Mbas japin kyçat, po duhet gjetur duhurin, duhet ta shtyjnë derën anësore, këta që janë këtej atë, ata që janë ndej. Mbas e kalojnë pjesën këtu, se desh rashu këputa. Albano, më fal, ata janë të lidhur me njëri tjetrin? Dyshet? Nuk si shikoni? Jo, nuk i pam në plan detaj, pra vështirësohet sfida sepse janë të lidhur dyshe. Prandaj thash është për teamwork, se janë të lidhur, duhet të ruajnë njëri tjetrin. Qartë. Mbas i kalojnë këto dyert, zbresin në kash, vinë këtu, këtu duhet të futen në ujë poshtë drasave. Okej. Duhet të kalojnë deri në fund dhe të futen prap poshtë drasave këtu. Mbas janë futur poshtë drasave këtu, duhet vinë te kjo pjesa këtu. Këtu kanë nga 3 drasat, të cilat duhet i vendosin në formë shkalle. Kështu drejt. 1, 2, 3, për të kapur çelsin lart. Qartë? Ata janë prap 3 çelsa. Vetëm njëri nga ata çelsa punon për të hapur, më ndiq të lutem. Vetëm njëri nga ata çelsa punon për të hapur kyçin këtu. Dëgjoni, kjo dera quhet lart dhe duhet mbajtur sepse ju bie në kokë. Duhet ta mbani të kaloni. Mbas i kalojnë këtej, duhet të vinë. Kam përsëri 3 çelsa, vetëm njëri hap kyçin lart. Tek momenti final, ë? Po, te momenti final. Kush lëshon tabelën i pari, ka arritur të triumfoj. Fitues i grup. I dyti shpallet humbës i grup dhe kalon në televotim. Çfarë ishte ajo? Ajo që, po. Faleminderit Albano, je fantastik. Faleminderit. Unë fantastik. Po isha fantastik, çaj bie ti eshti. Gjithsesi fenomenale. Se po mendosha gjëja më lart. Ja kjo që lavdron veten. Tani ju të katërt. Jeni gati? Kush ju veshi me të bardha ju, sa bukur që keni vesh? Më fal, Luana, se me gjishte mbrëmje kështu me shumë dhe java shumë e ngarkuar kështu. Juroj fat të katërtve në mënyrë të barabartë nga thellësia e shpirtit. Fitoft më i miri dhe thyfshi këmbën. Thyfshi këmbën është... Figurativ. Thyfshi këmbën është në anglisht break a leg. Do me thënë paci fat. Se mos tyeni këmbën në thoni na mallkoj Luana. Luana nuk mallkon, nuk i del fjala, si ka sy tek shi, pa merak. Gati! Ecim! Gati tifozat! Nisemi! Go! Hajde zjarë! Të uli ashtu! Jo, një frangit. Jo, dhe i tjetër. Bravo, hajde. Bravo, hajde. Hyp një, kejtë, hyp. Aty. Bravo, hajde. Nuri! Bravo! Hajde!
Urime dhe më vjen keq për 2 gocat, për Nur edhe për Daniela. A ju kam mirë një herë t'ju shoh? Ku I kam gocat? Duket debatuar. Nuk e qelë. Albano, të lutem afroja për vetes, se na duhet të bëjmë gjën e rëndësishme tani. Ne na duan t'i kemi konkurrentët afër, po. Çfarë ka aty si është situata? Sepse nuk keni mikrofon dhe nuk ju dëgjojmë. Okej, shumë bukur. Po ndërkohë, Albano mund të flasësh ndërkohë që ja kemi heq mikrofonat nga çdo futeshi në ujë. Po, mirë keni bërë. I kam të mërzitura gocat? Luana, mund të kërkoj diçka? Po. Që mos të hapet asnjë lloj televotimi, unë dua të largohem sonte. Pse? Se di, nuk e përballoj dot këtë trysninë e negativitetit që është tu brenda. Daniela, ne në fakt, para se të vinim aty të këti, sa po dham disa komente se sa vajzë të fort të shohim, ishte Zhako përkatësisht që e deklaroi këtë, dhe unë nuk besoj që kjo është gjëja më mirë që duhet të bësh, për veten tënde. Dhe unë si ishte që kam qenë të edicioni parë, kam parë shumë njerëz ndodhen në këtë moment, fiksisht ndodhe si tash dhe të sugjeroj fuqishëm të vazhdosh garën dhe të vendosësh, të lejosh televotimin të vendosi kush vazhdon edhe kush jo. Okej. Atëherë bashkë me ju, kështu siç jemi, unë dua të hap zyrtarisht televotimin. Votoni për fermerën tuaj të preferuar, atë që doni ta shpëtoni nga ky votim, ndërmjet Danielës dhe Nur. Ndërkohë që Albano, të lutem, bashkë me gjithë pjesën tjetër, bashkohuni tek arena e brendshme. Rikthehuni, ju lutem, ashtu siç jeni, sepse do keni kohë më vonë për t'u ndruar. Okej. Ndërkohë që hapim televotimin, votoni fermerin që dëshironi të vazhdoj rrugtimin e tij në ferma VIP 2, ju keni mundësi që të votoni nga Shqipëria në numrin 5115, nga Kosova në 55050 dhe nga Maqedonia në 141547. Ju lutem votoni për fermerën që preferoni që të vazhdoj qëndrimin, keni mundësi deri në prajmin e së hënës. Si e shohim Daniela dhe Nur, përballë njëra tjetrës? Mendoj që shumë e thjeshtë sfida. Daniela është një personazh më vital, më dinamik, më I larmishëm, pak më inteligjent, më punëtor. Besoj se Nuri nuk është se ka një vlerë të shtuar. E shef të rrezikuar Nur? Si ja kam parë faktorin X Nurit, nuk e kuptoj pse është e famshme, kështu që mendoj se ajo do ikë. Okej, Castro? Po mendoja atë që tha Daniela në një moment edhe lëndimin e saj, presionin e madh që ajo ka kaluar sonte, kështu që në një lloj forme edhe justifikohet të thoj. Po, thyerja që pati por momentane. në vlerat e të dyjave nuk mund të ndaj kush më shumë e kush më pak. Kush është më të rrezikuar? Më të rrezikuar pa diskutim shoh Nurin. Sepse dhe jo për çështje vlerash, më shumë se sa për një anti-lule. Pra, një lule e hapur, ajo është mbyllur në një syth. Ka disa kohë që është mbyllur në vete dhe ka mbyllur barrierat, le themi, me banorët, po qoftë me publikun, që dita ndjej gjën. Ndërkohë, ndarja që Frederiku bëri Kesi me Ganin, a mendojnë që ishte një avantazh për Kesin, duhet thënë që e ka goxha në mbrojtje dhe në preferencë Frederiku Kesin, kështu që më erdhi rastësisht kjo pyetje për ta bërë. Ata janë banor, ata janë fermer, janë të afeksionuar me njëri tjetrin, kanë filluar personat. Pra, e pe sikur e mbrojti duke e vendosur me Ganin, apo jo të sigurisht, ai nuk është agaj, ai është I krye fermeri që në fund fare është një fermer. Absolutisht. Unë e shoh vërtet Frederiku ka kohë që e ka marrë Kesin në ombrellën e vet, le të themi, dhe unë e pash në këtë mënyrë, e pash që të favorizonte Kesin dhe
Mirë e ka bërë, për deri sa Casey pëlqen, se Casey bën masazh i fërkon këmbët, apo ky asaj, apo do më thonë kanë krijuar një raport gjysh dhe mbes që është shumë i lezetshëm. Je gjithkohës në kajzë, është tendencioze madhe shumë. Unë? Po. Ti s'di që është tendencioze. A e sjarojmë ne të tre? E sjarojmë pak në të tre këtë muhabet? Kemi gjëra për të sjaruar tani, jo në sy tuaj. Ca gjëra s'bën në sy të gjithëve. Publicitet.